deri sot asnjëherë, asnjë gjë. Kjo rruga që e pat ju kur keni ardhur, ka filluar me ritme të larta me u rregullu, po për këtë vit nuk bëhet. Këtu infrastruktura, këtu ka problem tuneli, nuk ka rregull ke makinat, bllokojnë kalatën, vënohet trageti, edhe vetëm sot kanë sjell 2 polic. Edhe këtu dikur ka qenë poshtë policie, ka rregullat, do të kenë shteti dorë se këtu vinë rreth 2000 veta ndi që shkojnë për Lumshase për Valbon. Edhe këtu s'ka asnjë njeri që mund t'i menaxhojë gjitha njerëzit, shtetin, asnjë polic, asnjë gjë s'ka. Problematika më e madhe është tuneli dhe kalata e tragetit. Dhe tuneli hyrjes këtu. Binë parkojnë makina në tunel, bllokojnë tunelin, nuk kalojnë autobusat dot. Kjo është problem. Kalata nuk duhet të ketë asnjë mjet parku, mushet plot parkohet zihet me këta pronarët e këtyre lokaleve gjërave. Dhe kjo është problemi kryesor, është tuneli dhe kalata. Tragedi s'ka si problem. Tragedi është super me gjithçka. Do t'ja ndodh nga lëvizjet e kotave të liqenit. Kur rrit liqeni, merr nga kaskata anësori, merr inertet. Po duhet pastrohen. Shteti duhet dhënë skuadër që gjithë kom parë edhe vende tjera, si gjithë vendet tjera duhet të kenë tërkohen skuadër me motorskaf e me pajisje që t'i pastrojnë këta. Duhet t'i pastrojnë shteti patjetër. Kur vinë turistët këtu dhe shohim llatarisën edhe ne jemi keq shumë. Është skandalimat, nuk duken gjë këtu, çka ka rrugë, gjithë rrugës sipër. Nuk është problem i madh.